vazhdojmë. Thuaj vetëm po apo jo, ke jetuar me babain? Kam jetuar me të dy, pas divorcit 3 muaj me babin. Dhe në ato 3 muaj nuk të lindë të takoje maman. Fillove të qaj, sa vjeç ishe? 12. Fillove të qaje çdo ditë, nuk haje, nuk ishe mirë në shkollë dhe u izolove. Po. Nuk dili nga shtëpia, nuk dili nga dhoma, besoj. Nuk dilja nga dhoma, nuk dilja nga shtëpia. Ndjehej, ja kjo fjalia më ngeli në mendje. Ndjehej e kërcënuar nga babai, i cili i thoshte, do vdes nëse ti ikën me mamin. Ta thoshte shpesh të? Po, e thoshte shumë shpesh, edhe në një farë momenti, ndjeja dhe një ndjesi faji për situatën që ndodhi, sepse më vonë u zgjodha të jetoj me mamin, sepse nuk po mundesha do të rija izoluar në shtëpi. Dhe her pas here kam ndjerë atë presionin që ndoshta isha unë fajtore, që ata nuk bashkuan. Po të ka bërë dhe babi pak duke thënë këtë. Pra të ka një presion i jashtëzakonshëm, të thot prindi që pra që unë vdes, pra unë varet jeta ime nga zgjedhja jote, e një 12 vjeçareje. Përjetoje simptoma fizike të vjella gjatë natës, djersiti të tepërt, dridhje kur dëgjoje debate në shtëpi. Këto e kam pasur gjatë momentit që kishte gjithmonë konflikte në shtëpi, ndoshta ka agravuar edhe në dhunë fizike. Sa që ka pasur edhe raste që prisja dhe ndjeja ankth kur babai im kthehej në shtëpi. E ndjeja domethënë që në shkallë që po ngjitej, dhe mendoja gjithmonë që do ndodhte diçka. Kisha kaluar në atë fazën e frikës që të paktën sot të kalojmë një ditë të qetë, dhe gjithmonë mendoja se edhe kur qeshte, do vinte diçka dhe prap do plaste një debat midis tyre.